Afro 18 milion euro i kushtuan buxhetit të shtetit mbajtja e zgjedhjeve nacionale në fillimvit dhe ato lokale në rundin e parë më 12 tetor dhe të dytin më 9 nëntor. Por nëse dhe i mandatuari i dytë Glau Konjufca dështon që brenda 15 ditësh nga mandatimi të formojë qeverinë, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. E mbajtja edhe një palë zgjedhjeve brenda këtij viti do të jetë sfidë financiare për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka bërë të ditur se nuk ka mjete për një gjë të tillë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka mjete buxhetore të planifikuara për mbajtjen e një procesi të ri zgjedhor eventual gjatë këtij viti. Prandaj nëse do të ketë zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të përgatisë një plan buxhetor të cilën si zakonisht, pra siç ka vepruar edhe herave të kaluara, e përcjell për miratim në qeverinë e Kosovës. Por në KQZ nuk kanë dhënë ndonjë shumë se sa do të mund të kushtojë mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme. KQZ nuk ka planifikuar ndonjë shumë konkrete, sepse kjo do të bëhet nëse do të kemi një shpallje zyrtare të datës së zgjedhjeve. Koha ka kërkuar një sqarim nga qeveria në detyrë nëse ka mjete në buxhet për mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të parakohshme dhe nëse ka hapësirë ligjore dhe buxhetore për rialokim të mjeteve të nevojshme për to, por nuk ka marrë përgjigje gjatë të hënës. Për zgjedhjet e përgjithshme të nënshkurtit ishin planifikuar 8,7 milion euro, ndërsa sipas raporteve të KQZ-s, shuma e shpenzuar është rreth 7,9 milion euro. E për zgjedhjet lokale që u zhvilluan në rundin e parë në 38 komuna e në të dytin në 18 sosh, ishin planifikuar një vlerë prej 10,5 milion eurosh. Por se sa u shpenzuan sipas KQZ-s do të dihet pas përmbylljes së tërë procesit. Sipas këtij institucioni, në bazë të përvojës nga proceset e kaluara zgjedhore, kostoja përfundimtare është më e ulë se sa ajo e planifikuar.